Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Kemi arritur tani në episodin ton të 55. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrta dhe jam këtu së bashku me bashkëdrejtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje, Gjoni, përshëndetje dashur miq. Unë jam vërtet shumë mirënjohëse që jam këtu në një episod tjetër. Ne ju ftojmë që të vazhdoni ta mbështesni emisionin ton duke parë videot që ne publikojmë në YouTube dhe në kanale të tjera, dhe të ftoni miqtë, dhe shumë faleminderit që na ndiqni. Patjetër, unë thjesht do të shtoja në qoftë se ju jeni të interesuar për të ndarë historinë tuaj me ne, dëshmitë tuaj, ndoshta edhe rrugtimin që ju keni në besim, në kishën, atëherë na kontaktoni në rrjetet tona sociale, në emailin ton, do t'i japim këto detaje në fund të episodit. Por do të kishim shumë dëshirë të dëgjonim prej jush, kushdo që ju jeni antar, misionar të kthyer, apo keni lidhje me kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve ditëve të mëvonshme, më falni, por gjithashtu edhe me shenjtorët e Shqipërisë. Do ishte një kënaqësi t'ju kishim këtu me ne. Okej, unë nuk dua të marr shumë kohë, por të lutem Enida, mund të na bësh prezantimin e të ftuarit tonë të veçantë. Patjetër, me kënaqësi. Ftuari jonë është Isaac Snyder, ose Isak siç ne e njohim. Ai është 23 vjeç, ka lindur në Havana, Illinois të SBA-s. Ai është pagëzuar që në moshën 8 vjeçare. Isaac është një student i vitit të tretë bachelor në BYU Provo në degën ekonomik dhe rusisht. Punon me kohë të pjesshme si asistent për profesorin e tij të ekonomisë. Isaku, ose siç e njohin shqiptarët shqiptar, Elder Snyder, shërbeu një mision me kohë plot në Shqipëri në vitin 2021 deri në vitin 2023. Ai jeton në qytetin e Provos, Utah, bashkë me bashkëshorten e tij Claudia Mushi Snyder, e cila gjithashtu ka qenë e ftuar jonë në podcast, si dhe është njohur me Isakun gjatë misionit të tij. Isaac, mirë se erdhe. Faleminderit. Unë jam shumë i kënaqur që ti ke pranuar këtë ftesë, Isaac apo Isak. Do të flas më mirë Isaac, sepse e di që ndoshta emri për disa nuk do kuptohet. Dhe jam shumë i kënaqur sepse ti je ftuar nga një e ftuar që ne kemi patur në podcast. Ne jemi të mrekulluar kur të ftuarit tanë të podcastit na ftojnë të ftuar të rinj. Është një kënaqësi e madhe. Le të fillojmë me një herë, Isaac, duke të njohur ty nga fëmijëria jote. Dhe siç e tha Enida, ti ke lindur në Havana të Illinois. Illinois ka një domethënie shumë të madhe me kishën, me historinë e kishës në fillimet e saj. Mund të na flasësh pak për këtë më vonë, por më fol pak për fëmijërinë tënde. Sa fëmijë keni qenë, si ka qenë marrëdhënia juaj me vëllezërit, motrat? Po, në familjen time jemi 3, si fëmijë jemi 5 në total, duke përfshirë dhe prindërit. Jam më i madhi, kam një motër dhe një vëlla. Vllai im është gjithashtu në BYU, ai studion. Nuk është që jetojmë shumë afër, po e kemi në të njëjtën qytet. Për sa i përket fëmijërisë time, ka qenë jetë shumë e qetë. Vendi ku kam lindur, Havana, është një qytet e vogël që ndodhet them gjithmonë në mes të misrit, se është një vend si rural dhe nuk është që ka shumë njerëz. Edhe pse prania e kishës në Illinois ka qenë shumë e madhe në fillim, kur ishte Joseph Smithi dhe të gjithë, ka një histori e plot siç ke përmendur. Po në fakt jemi shumë pak veta, vetëm unë dhe vllai im dhe motra ime, vetëm ne nga disa të tjerë që nuk ishin shumë aktiv në kishë. Ishim
Ne ishim të vetmit domethënë në shkollën tonë që janë anëtar të kishës. Pra nuk ishte edhe një ndryshim shumë i madh kur shkova në Shqipëri, që isha duke shërbyer në deket të vogla. Po kam prindër shumë të mirë. Unë vërtet nuk mund të kërkoja prindër më të mirë se sa kam. I respektoj shumë. Dhe edhe pse ata nuk mund të më shikojnë në këtë podcast, me që nuk kuptojnë gjuhën shqipe. Sa mund ta bëjmë titra në anglisht për ta. Po. Mbasi mund të përkthejmë më vonë. Po. Më bëhet shumë qefi që folëm me kaq shumë dashuri e pasion për ardhjen tënde, për familjen tënde, sepse janë shumë të rëndësishme këto. Domethënshmërisht, siç the edhe ti ke lindur në një vend shumë signifikant apo shumë të rëndësishëm në historinë e kishës. Unë po shikoja pak për referencë, dhe në Illinois ka qenë vendi ku kisha ishte bazuar, ishte siç thot në anglisht headquarters e kishës, edhe gjithashtu ishte ku ndërtua dhe tempulli i famshëm Navus, edhe ku profeti Joseph Smith predikoi shumë, po edhe aty ku u martirua, kur u vran në fund. Çfarë do thot për ty, domethënë që ke preardhje në një shtet ku kisha ka patur shumë rëndësi? A ke mësuar ndonjë gjë prej kësaj? Po, tempulli Navus në fakt është ndërtuar në vitin kur kam lindur. Pra ishte në 2001, po, në 2001, me sa më mbaj mend. Po, në fakt, duke u rritur, nuk është që unë e kuptoja plotësinë e domethënies që historia e këtij vendit është kaq e rëndësishme për kishën. Edhe unë kam shkuar gjatë jetës në tempullin e Navus, edhe gjyshi im në fakt është rritur në një fshat i cili ndodhet shumë afër tempullit, dhe është një nga deket e para që është si ta them, që është ndërtuar shumë afër shtëpisë së tij, ku ka lindur. Po më vonë, vetëm kur shkova në Utah, atëherë kam kuptuar plotësinë. Domethënë, kjo është një gjë e madhe. Joseph Smith ka jetuar këtu, ai e ka ndërtuar kishën, çan nga fillimi fare. Tempulli i dytë është ndërtuar në këtë shtet ku jetoj. Edhe për shembull se kur erdha në Utah, ku ndodhem tani, ishin shumë veta që shkojnë në pushime në Illinois, dhe unë thosha, po aty ka vetëm misër, pse shkojnë njerëz aty ku kam lindur unë? Nuk është është një vend provincial, më kuptoni dhe. Shumë interesante. Edhe diçka tjetër që do të pyesja, duke qenë që ti ke jetuar, je rritur në shtetin e Illinois, gjithashtu konsiderohet që është një nga vendet ku ka shumë shqiptar ose ku jetojnë shumë shqiptar, sidomos në qytetin e Chicagos. Edhe çfarë do thotë ty për nuk e di nëse ti ke takuar shqiptar më përpara se të shkojë në mision apo tani pas, a ke pasur ndonjë marrëdhënie me shqiptarë që jetojnë aty? Po, në fakt unë kam një histori të veçantë për këtë gjë, se prap duke jetuar në një fshat pak a shumë, në një qytet, nuk është që njerëzit presin të jenë shqiptar, por ka më shumë patjetër në Chicago. Por doli që në pjesën e Illinoisit, që është më rurale, pothuajse çdo qytet që ka mbi 2000 njerëz, ka një familje shqiptare, të cilit i përket një restorant. Edhe në qytetin time është një restorant i cili quhet Tony's, po është nga emri Mary Tony, edhe ai djali ka qenë shoku i më i ngushtë në shkollë. Edhe unë atëherë patjetër nuk e dija që do thirrësha në Shqipëri në mision. Edhe unë isha nga të vetmi njerëz mendoj që e dinin tashmë që se pjesa më e madhe të amerikanëve nuk e din madje që Shqipëria ekziston, edhe nuk din asnjë gjë, po ai më kishte mësuar disa llafe në Shqip.
Dhe po ishte shumë interesante. Edhe kur e mora thirrjen në Shqipëri për misionin, unë shkova në atë restorant dhe ja shpjegova asaj familjes dhe ata u habitën shumë dhe ishte shumë e bukur dhe gjatë gjithë misionit tim familja ime I tregonte atyre foto që kisha bërë të qyteteve të ndryshme. Ata janë në fakt nga një qytet në Maqedoni, po janë shqiptar, është Kërçova, dhe unë kisha shkuar andej dhe ajo gruaja, ajo mamaja e atij djalit që ka qenë shoku I më I ngushtë, ka qarë sepse ajo kishte shumë nga 20 vite, mendoj që s'kishte shkuar fare andej. Wow, shumë histori emocionuese. Dhe me qëra fjala shqipe jote është shumë goxha e pastër dhe mua më bëri shumë përshtypje kur ti për shembull shtetet Illinois e thoje shqip, në Illinois, dhe shqipe jote është goxha e mirë. Isak të lumt. Faleminderit. Mua do m'pëlqente të thosha Isak sesa Isaac. Isak, na trego pak si ke qenë të qenërit se ti na ke treguar që je pak gëzuar në moshën 8 vjeçare, kjo do thotë që ti je rritur në Kish edhe ke pasur një uri për Ungjillin. Si ka qenë ti jesh I lindur në Kish për ty? Po, është e vërtet që unë jam pak gëzuar që në moshën 8, por mendoj se kjo do të thotë që unë jam kthyer në besim 100% në atë moshë. Se është e vërtet që ne kuptojmë, që ne kemi aftësi të kuptojmë plotësinë e Ungjillit që në moshën 8. Po mendoj se shumë pak veta në fakt arrin ta kuptojnë plotësisht, se edhe ne që jemi më të mëdhenj, nuk është që ne nuk mund të themi që e kemi kuptuar Ungjillin, se s'jemi perfekt. Po unë jam kthyer në besim 100% mendoj nga mosha 16 apo 17. Pra duke qenë nga të vetmit njerëz në shkollën time, unë e kuptoja që isha si I veçantë për sa I përket kishës. Po thuaj se të gjithë njerëzit të tjerë në shkollën time ose janë të krishterë, protestant, ose nuk besojnë fare, po pjesa më e madhe beson. Dhe grupi im I shokëve beson shumë tek Jezusi, po janë të gjithë protestant. Dhe ishin disa gjëra që kam pasur që ata më thoshnin mua, po pse ti e bën këtë gjë, pse nuk pi kafe, pse nuk pi çaj, është një gjë shumë bazike për neve, çfarë lidhje ka kjo me besim në Jezus. Dhe unë kisha hasur shumë pyetje në fillim të jetës time, në fëmijëri, edhe unë duhet të zhvilloja shumë gjatë gjithë jetës besimin, edhe ndonjëherë më duket se jam treguar pak I dobët, si 12, 13, deri në 15 vjeç. Po, kur mbusha 16 vjeç, unë e kuptova që unë së shpejti do mbaroj shkollën gjimnazin. Dhe do më duhet të vendos, a do shkoj në mision, apo s'do shkoj. Se atëherë tregon a je vërtet I kthyer në besim. Se po s'jam kthyer nuk do harxoj 2 vitet e jetës time duke bërë diçka që unë s'besoj. Po, unë vendosa që kur isha 17, vendosa që dua të shkoj, pastaj bërë edhe një vit në BYU, që është universiteti ku jam në Provo. Edhe unë kisha disa mësues që dhe ishte koha e Covidit. Dhe unë nuk mund të takoja shumë njerëz, isha si I vetmuar në atë kohë.
Po edhe pse ata nuk më flisnin personalisht mua, kisha një klasë të librit të Mormonit. Edhe unë vetëm dëgjoja, si që jemi tani në Zoom. Edhe ai po na tregonte neve nxënësve disa vargje nga libri i Mormonit. Dhe ishte, unë mbaj mend akoma, ishte Nefi parë, kapitulli 3, vargu 7. Dhe thoshte, unë do të bëj, dhe do të shkoj, dhe do të bëj atë që Zoti ma ka udhëruar. Dhe unë në fakt nuk e kam planifikuar këtë, po sa po kam kuptuar që këmisha që bluza që kam veshur tani, thot go and do, dhe më thonë shkoni dhe bëni, dhe është fix nga ai vargu. Shumë varg i bukur ai. Më pëlqeu shumë historia jote, madje mua më duket sikur ti ke kaluar si shqiptar, do të thënë sikur e ke njohur Ungjillin, jo se ke lindur aty, edhe pse ke pasur këtë bekim, po tamam je konvertuar me kalimin e viteve. Edhe çfarë vendimi i bukur që ke zgjedhur edhe të shkosh mision, por do doja dija çfarë bekimi apo ndoshta edhe sfidësh të pagzohesh në një moshë të vogël 8 vjeçare dhe jo ndoshta 18 apo 20, siç mund ta kenë bërë shumë shqiptar. Nuk është që ka qenë ndonjë sfidë e madhe për mua, vetëm që po prindrit e mi pa tjetër prisnin që unë të pagzohesha, sepse ata që kur kam lindur, ne jemi pjesëtar të kishës. Por mendoj se është vetëm kjo pjesa që unë nuk kam marrë vesh të gjitha parimet e Ungjillit në kohën e duhur, dhe për atë shkak kam pasur mos marrëveshje të shumta me shokët e mi në shkollë. Dhe po, prap jam shumë i gëzuar që jam pagzuar që në moshën 8, sepse po mos të kisha isha pagzuar në atë moshë, unë, si ta them, nuk do të ndihesha aq i lidhur me kishën sa do të ishe për ndryshe. Edhe kjo më ka ndihmuar shumë gjatë fëmijërisë që të mund të them njerëzve të tjerë, unë jam nga kisha Jezu Krisht, nga kisha Jezu Krishtit, i shëntorëve të ditëve të mëvonshme. Unë është e vërtet, unë nuk pi kafe, nuk pi çaj, në atë moshë nuk e di pse, po unë e di që nuk i pi. Kam disa parime që unë i besoj, ndoshta nuk i di të gjitha arsyet pse, po unë kështu jam, unë kështu do të jem. Edhe besoj se padyshim se ç'tjetër kjo të ka ndihmuar gjatë viteve të adoleshencës. Na tregove ndonjë kujtim që ke pasur ndoshta nga fëmijëria apo rinia jote teksa je rritur në besim. A mban mend ndonjë gjë të veçantë? Po, ishte një rast që një shoqja ime në shkollë ka qenë vajza e një pastori në qytet ku jam rritur. Dhe ajo po më tregonte, unë isha nga 12-13 vjeç, dhe ajo po më tregonte disa vargje nga Bibla, që mendoj se ajo kishte përgatitur këtë gjë kundër meje dhe kundër kishës tonë. Nuk e mbaj mend se cilët vargje ishin, po ajo po më tregonte ato dhe po thoshte, dhe prandaj kisha jon nuk ka kuptim apo diçka e tillë. Edhe unë nuk e di nga ma erdhi ky mendimi, po unë thjesht i thash asaj, po mund të lutesh për këtë gjë, a është e vërtet apo jo kisha ime, dhe atëherë mund të dish për veten tënde. Dhe ajo tha, po pse mendon ti që unë
do marrë një përgjigje nga Zoti. Edhe në atë moment, unë mendova, po, kjo është një diçka që ai ndan kisha jon nga të tjerët. Ne e dim, jo vetëm mendojmë, po e dim që mund të marrim një përgjigje të thjeshta edhe të ndërlikuara çfarë do përgjigje nga Zoti, thjesht duke u lutur. Dhe mendoj se ka shumë njerëz në botë që nuk e kuptojnë këtë gjë, ose thjesht nuk e din. Edhe ishte një ftesë e vogël, dhe nuk mendoj se ajo u lut në fund të fundit, po ishte një moment që unë u rrita shumë, sepse unë e kuptova në atë rast, në atë kohë që për pikpamja jon është komplet ndryshe. Edhe është një pikpamje që jap shumë shpresë dhe që ka shumë kuptim. Dhe po ajo është. Shumë bukur. Vërtet që fëmijëria të jep shumë eksperienca, kujtime të bukura që mund të vlejnë për gjithë jetën tënde. Dhe unë po mendoja tani që kur ti u pagëzove e u rrit aty, ndoshta ke patur një eksperiencë ndryshe në Kish, sepse kur rritesh, edhe nuk e di si kanë qenë situatat aty, po a mund të na shpjegosh ndoshta si ka qenë lagja ose njësia ku ti je rritur, a ke patur mbështetje nga anëtarët, të kanë ndihmuar në rritjen tënde shpirtërore? Po, në degën time, për pjesën më të madhe të jetës, tani është bërë çik më e madhe, fatmirësisht. Po kemi qenë nga 12-13 veta, dhe familja ime është 5 nga ata. Pastaj kemi edhe disa njerëz të tjerë, janë më shumë pleq, po unë i konsideroj të gjithë gjyshërit e mi, efektivisht. Baba im, kur isha i vogël, ka qenë presidenti i degës. Edhe, po, ajo është, unë mbaj mend, janë shumë kujtime që kam në mendje, që baba im me që ishte presidenti i degës, rrinte edhe para edhe pas kishës për disa orë, duke bërë punë financiare, punë me interviste, gjëra të tilla. Edhe për atë shkakun kisha shumë mundësi që të flisje me njerëzit që ose do e takonin babain tim, ose që thjesht donin të rrinin pas kishës të bënin muhabet me anëtarët. Edhe ka qenë shumë interesante se në të njëjtën kohë babai im ka qenë presidenti i degës, presidenti i të rinjve, ka qenë dhe në punësi në të njëjtën kohë. Unë mbaj mend një rast tjetër, që ishte dita kur kishte rënë shumë dëbor, dhe kufit e degës time janë të mëdhaja, dhe janë njerëz që vinë nga gjysmore, nga një orë larg, dhe për atë shkak ishin disa vete që nuk vinin dot, se kishte rënë dëbor. Edhe babai im qesëmur, dhe unë isha atëherë presidenti i ashtaj, nuk e di si ta them, vjak, mendoj. Vjak. Ishe presidenti i vjakve. Unë ishe 12 apo 13 vjeç, edhe më erdhi mua që të drejtoja kishën atë ditë, duke qenë vetëm 12 apo 13 vjeç, sepse babai im që presidenti i degës qesimur, presidenti i koromit të pleqve, nuk ishte për shkak të dëbores, edhe ishte çik si gallat. Pas ke patur eksperienca shumë të bukura duke rritur në Kish, më bëhet shumë qefi për ty, sepse kjo është ndoshta dëshira, qëllimi që ne kemi, që kur rritemi në Kish, të krijojmë sa më shumë eksperienca, momente të bukura, që na ndihmojnë me rritjen tonë personale, vetjake, por edhe në rritjen tonë shpirtërore. Për thirrjet, a ke patur ndonjë thirrje që ke pasur të preferuar, që ka pëlqyer shumë? Po, unë para disa muajsh, përpara se unë martova, jetoja në shtëpinë ruse në universitet. Dhe është një shtëpi kështu që
flasin vetëm në rusisht, se është një nga lëndët e mia që studiojnë në universitet. Dhe ishin sa shtëpira të tjera, shtëpia franceze, shtëpia italiane, nuk ka fatkeqësisht të Shqipës, po unë po përpiqem të zhvilloj në fakt tani. Edhe ishte një lagje aty, dhe të gjithë janë shumë të ngushtë, me që flasin, me që kanë këta kualitet të përbashkët që flasin një gjuhë të dytë. Dhe unë kam qenë aty këshilltari i parë i Korumit të Pleqve, dhe puna ime ishte që të ndihmoja njerëzit që të bënin ministering, nuk e di si mund të përkthej ata. Shërbesa, po. Dhe ishte shumë e bukur, edhe pse unë kisha atë thirrje për një kohë të shkurtër, se isha për një kohë të shkurtër në shtëpinë ruse. Po, presidenti i atij Korumi të Pleqve ishte një nga njerëzit që i ngjan më shumë Krishtit, se sa ndonjë njeriu tjetër që kam takuar. Dhe kur unë e takoja ata, unë e ndjeja shpirtin e shenjtë në mënyrë shumë të plotë. Edhe unë do të bëja të gjitha punët e mia pavarësisht a ishte ai apo jo. Po ai më tregoi domethënien e vërtetë të shërbesës në Kishë. Dhe mendoj se kjo është jo vetëm që ta vizitosh një njeri dhe të përpiqesh t'ia bësh qefin, po është edhe që t'i falësh dashurinë tënde. Dhe ajo është. Isak, doja që të flisnim pak tani për një temë që ne na bashkon, se ne të njohim ty nga misioni. Si ishte që ti të shërbeje në Shqipëri, na trego pak për misionin tënd. Çfarë mendimi patë ti në fillim kur hape letrën e misionit dhe që do shërbeje në Shqipëri? Po, kur e hapa thirrjen e misionit, mendova, po, unë e di që ekziston vetëm se është ky shoku im i ngushtë. Po përveç asaj, me thënë të drejtën, nuk di asnjë gjë përveç asaj që ma kishte e thënë ai shoku im. Dhe unë pastaj shkova në MTC, e kisha online për shkak të Covidit. Dhe në fillim ishte shumë e vështirë për mua, sepse babai im, me që ishte Covidi, punonte nga shtëpia. Edhe ne vendosëm që nuk mund të rrim në një shtëpi, se do shpërqendrojmë njëri tjetrin. Pra, unë shkoja në Kishë, edhe isha vetëm gjatë gjithë ditës, duke dëgjuar ato mësimet e gjuhës shqipe në Zoom. Edhe me thënë të drejtën isha gati që ta lija në një moment. Po vendose që ta vazhdoja, se unë e kisha vendosur do bëj mision. Pastaj shkova në Shqipëri, dhe ka atë shumë eksperienca sa nuk mund t'i tregoj të gjitha dot. Po, mendoj se misioni, deri tani, është gjëja e dytë, më madhështore që kam bërë ndonjëherë në jetë. Gjëja e parë është martesa. Unë kur arritëm në Shqipëri, i hapa sytë dhe thash, çfarë lagështire në ajër. Është këtu bën shumë vap, se erdhën në mes të beharit. Edhe këtu në Illinois, edhe në Illinois, në vendin nga prej jam, është bën shumë vap dhe ka lagështirë. Po nuk krahasohet fare me lagështirë që ka në Shqipëri dhe vapa. Ishte e tmerrshme. Unë do doja ti thej që ka shumë histori që nuk mund t'i tregosh, po do doja ndoshta të na thoshe një histori suksesi. Me siguri që ti ke plot histori suksesi gjatë misionit, po do doja që të ndaje një me ne, edhe pse e konsideron që është histori suksesi. Po. Një histori që më vjen me njëherë në mendje
është kur kam qenë në Gjakov. Edhe nuk e mbaj mend me cilin misionar tjetër isha, po ne në Gjakov kishim një kufit e vendit ku shërbenim ishin shumë të mëdhaja dhe ne shkonim ndonjëherë zakonisht një herë në javë në Prizren. Dhe aty ishte një djalë që na kishte shkruar neve në Facebook, me që ne përhapim ato reklama. Dhe ne u takuam në një bibliotek dhe ishte i ri sa mosha ime dhe më tha, po kush jeni ju dhe pse mendoni se keni të drejtë të përhapni doktrinat e kësaj kishe në një vend që është vetëm për islam. Dhe unë tash, po unë mendoj se është e drejtë, kam një dëshmi se kjo është një kisha e vërtet e vetmja. Dhe edhe ti që je musliman, po shkove në Amerikë, mendoj se do përhapje dhe besimin tënd. Da e tha po. Edhe me kalimin e kohës, mendja e tij u hap shumë. Dhe unë e takoja disa herë në shokun tim. Dhe pasi ne ishim takuar 4-5 herë, ai më tha, Isaku, kam diçka për të treguar. Dhe unë thash në rregull, thuaj. Dhe ai tha, po unë në fakt jam një spion për xhamin lokale. Dhe unë thash, çfarë do të thotë kjo? Se s'kisha dëgjuar ndonjëherë një gjë të tillë. Edhe ai më tha, po ne kemi një si shoqëri këtu në Prizren që është kundër kishës, që është kundër të krishterëve. Dhe unë thash, po mirë pse ma tregon. Ta i tha, po unë tani do i them priftit, apo nuk e di se si ta them për priftin e xhamis. Hoxha. Po ai tha, okay, faleminderit. Po ai tha, po unë do t'i them atij që ju në fakt jeni të mirë si njerëz. Dhe unë thash, po shumë mirë, çfarë do bëj për ndryshe? Po nuk ishin të mirë. Dhe ai tha, nuk ta tregoj, dhe thash në rregull. Po edhe pse nuk është që ai u pagzua, apo ai në fund të fundit nuk mendoj se u bashkua me kishën se do ta kisha vënë re, apo do ta kisha marrë vesh për atë gjë. Mendoj se shembulli që ne përhapim si anatar edhe si misionar është shumë e rëndësishme dhe për njerëzit që nuk janë tashmë të interesuar për kishën, mendoj se shembulli jon është gjëja më efektiv, dhe më thënë, gjëja më ndikuese ndaj njerëzve të tjerë. Dhe në fakt, Claudia, groja ime që është shfaqur në këtë podcast gjithashtu, nëse mbaj mend saktësisht, ajo ka thënë që në fillim është shembulli i misionarëve që i ka tërhequr te kisha. Është vërtet mund ta dëshmoj për këtë. Një nga arsyet që unë vazhdova në kishë fillimet e mia kur njoha kishën ishte shembulli dhe sjellja e misionarëve e dashuria që ato kishin. Të doja që ndoshta na tregoj edhe një mësim që ti ke marrë nga shokët e tu të misionit, se po mendoja që është edhe sfiduese të jetosh me dikë tjetër, ndërsa mund të ketë zënka ose mosmarrveshje. Si ka qenë për ty? Çfarë ke mësuar nga shokët e tu të misionit që e mban mend akoma? Është një njeri tjetër i cili është shfaqur gjithashtu në këtë podcast. Kam shërbyer për pak kohë në Gjakov me Lindis Marrën. Dhe kam parë dhe podcastin e tij, që është shumë e mirë. Dhe ai kur kam shërbyer me ata, ishte një kohë që ne të dy shpreheshim shumë njëri tjetrit, dhe mendoj se ai do thoshte të njëjtën gjë. Dhe nga Elder Marra, cili ishte atëherë, kam mësuar durim më të madh, dhe kam mësuar që vërtet çdo njeri
është i rëndësishëm në sytë e Zotit. Se ai ndonjëherë afrohej njerëzve që unë s'do të isha afruar. Dhe ai foli në një mënyrë, ai fliste në një mënyrë që më frymëzonte dhe mua, që të sillesha edhe më mirë me njerëz. Edhe ndonjëherë ishin njerëzit, ishte një njeri në rrugë që më tha, po mos i afro këtyre, mos i fol fare se janë të çuditshëm. Dhe Elder Marra, ai pastaj tha, po janë fiks ata njerëz që me të cilët ne duam të flasim. Dhe kjo më bëri përshtypje të madhe. Dhe ai është një besim që kam mësuar nga një shoku im në mision. Më bëhet shumë qefi që ti ke patur mundësinë që të shërbesh me një shqiptar gjatë misionit tënd, sepse kur e patëm edhe Lindisin në podcast, ai thoshte gjëra pozitive dhe tha që ishte shumë mirënjohës që të mësonte pak nga kultura, të gjithë ju që vini nga Amerika, ndoshta nga vende të tjera, dhe ka qenë për të një eksperiencë shumë e bukur në fakt, edhe na ka thënë për këtë, dhe më bëhet shumë qefi. Unë doja të pyesja Isaac në lidhje me eksperiencën tënde të misionit. Shkurtimisht, nëse ti doje që të përmendje çdo vend ku ti ke shërbyer në Shqipëri apo dhe në Kosovë, edhe me një fjali të shkurtër mund të thuash diçka që të ka bërë përshtypje prej secilit vend ku ti ke shërbyer. Kam filluar në Lushnja, ishte fillimi i misionit. Më pëlqenin shumë ushqimet që kishin aty kam provuar për herë të parë paçe koke, më pëlqeu në fakt. Pastaj shkova në Pogradec. Është klima që më pëlqen shumë në atë vend. Pastaj kam shkuar në Gjirokastër. Aty e kam takuar Claudian, që është gruaja ime. Dhe ka qenë vendi patjetër imi preferuar për atë shkak, po jo vetëm për atë shkak, po edhe se është shumë i bukur si vend, ka dhe kashtjell. Pastaj kam shkuar në Gjakov, kjo fotoja që shikoni është në Prizren. Gjakova është për një misionar, është një vend vetmues, se nuk është që ka shumë njerëz në kishë dhe shumë misionar të tjerë që mund të takosh. Po kultura Gjakova dhe Kosova ka një kulturë shqiptare e veçantë, që është ndryshe nga pjesa e jugut të Shqipërisë. Çdo pjesë ka të mirat e saj. Pastaj kam shkuar në Tiranë, edhe aty e kam mbaruar misionin. Dhe unë mendova se kur e mora thirrjen që të shkoj në Tiranë, në fillim mendova që nuk do më pëlqente se është qytet i madh, po doli që unë kisha shumë eksperjenca të mira, sidomos për shkak të shokut tim, Elder Allen, me të cilin kam shërbyer aty, që më bëri shumë të gëzuar eksperiencën. Dhe ne dilnim se çdo ditë tek sheshi Skënderbeu në tabel të bardhë të përhapnin librin e Mormonit aty. Ke qenë shumë e fat që ke vizituar gjithë Shqipërinë, nga veriu, mezi edhe jugun. Më bëhet shumë qefi edhe në Kosovë që kishe eksperiencën e veçantë atje, edhe impaktin që ti ke lënë. Por siç e di dhe ti, Isaac, pasi mbaron misioni, kthehesh në shtëpi dhe çdo gjë ndoshta të duket ndryshe. Për gjithë ata që nuk e dinë apo ndoshta dhe e dinë, si ka qenë ndoshta eksperienca jote e përshtatjes me jetën, si themin e normale pas misionit? A ka qenë e vështirë për ty? Për mua në fakt nuk ka qenë e vështirë. Mendoj se mund të jetë e vështirë për disa njerëz, po për mua nuk ishte. Mendoj se jeta ime si misionar në Shqipëri, i vetmi ndryshim ishte që po ishe në një vend tjetër, në anën tjetër të botës, po edhe isha një njeri i përkushtuar
me thirrje tek kisha dhe tek Zoti, po mendoj se përshtatëm shpejt në përgjithësi dhe nuk ishte aq e vështirë. Isak, unë do doja tani që të flisni pak për studimet e tua, për shkollën. Mua më bëri shumë përshtypje faktikisht që ti po mësoje rusisht, dhe nuk ishe vetëm një dek, po ishin dy. Si na trego pak pse ke bërë këtë zgjedhje? Po landa ime kryesore është ekonomia, po unë mësoj edhe rusishtën. Unë kam filluar të mësoj rusishtën përpara misionit. Ishte një ditë kur ishte në gjatë të beharit, në mes të beharit, dhe unë mendova, po jam i mërzitur, thjesht vetëm po bëj punë, nuk e kam filluar akoma universitetin, çfarë do bëj? Dhe mendova, po, mua më pëlqen të studioj gjuhë, se unë kisha studiuar dhe spanisht në shkollë, në gjimnaz, po e kam haruar tani po. Dhe mendova do studioj një gjuhë që është shumë e vështirë. Dhe unë thjesht e fillova dhe të flisja me njerëz të rastësishëm që janë në internet, në rusisht, dhe unë e zhvillova gjuhën pak a shumë. Dhe pastaj në mision vendosë që të studioj edhe ekonomi, që nuk është vetëm për pjesën e ekonomisë, po është një shkencë sociale, ka të bëjë me si ta them, me statistikën shumë. Unë merrem gjatë gjithë ditës pothuajse me statistikë dhe me matematikë, edhe me gjëra në ata fushë të studimit. Po unë mendova që me që më pëlqen edhe rusishtja, edhe ekonomia, ndoshta mund të punoj si oficer në ambasadë. Nuk e di a jam mjaftueshëm i zgjuar që ta bëj, si standardet vërtet janë shumë të larta që ta arrij atë punë. Po ne do shikojmë dhe do aplikoj këtë vitin që do vi. Për ata do bëj disa provime, duhet i kaloj të gjitha që ta arrij pjesën tjetër, do shikojmë. Ne të urojmë shumë suksese me këto ambicie që kemë, sigur që do arrish shumë. Po ndërkohë ti je duke punuar si asistent i profesorit tënd të ekonomisë, na trego pak dhe për këtë, është një mundësi që ty të ndihmon për dekën që ke, apo thjesht është një punë e momentit që të ndihmon? Po është një punë e momentit, se është me kohë të pjeshme, me që edhe jam student, po njerëzit vinë që është klasa e parë të ekonomisë, të gjithë nxënësit që studiojnë biznes, edhe ata janë në këtë klasë, pavarësisht ato studiojnë ekonominë apo jo. Dhe thjesht vinë në laborator, edhe është një klasë shumë e vështirë. Në fakt, është klasa e dytë më të dështuar në këtë universitet. Dhe janë në seksionin tim mbi 800 nxënës. Është një sallë shumë e madhe, ku mblidhen të gjithë 2 herë në javë, edhe unë i përgjigjem pyetjeve të tyre. Ata kur vinë në laborator, vinë me pyetje ose thonë që mendoj se kjo nota ime nuk është e saktë dhe unë rregulloj. Dhe ajo është puna. Shumë mirë. Po mendoja gjithashtu që ti duke edhe punuar, je martuar tash edhe gjithashtu je edhe një student në vitin e fundit. Si a del që ti bësh gjitha këto? Cili është cilësi jot i suksesit? Me thënë të drejtën, as unë nuk e di se si unë i bëj të gjitha këto në një kohë. Se unë jam shumë i zënë, dhe kjo është sfida ime më e madhe në jetë. Në semestrin e kaluar, unë isha aq i zënë sa mesatarisht kaloja 16 deri në 17 orë në ditë në universitet, që vetëm studioja, shkoja në klasa. Dhe tani që jam martuar, pjesa e të mbijetimit është qik më e lehtë, me që groja ime më punon, më ushqen, më
më ndihmon me të gjitha punët e mia dhe kjo gjë më lejon që të mund të fokusohem tek detyrat e shtëpisë dhe ashtu unë mund t'i mbaroj çik më të shpejt. Po pavarësisht kësaj është shumë e vështirë, me thënë të drejtën, dhe ndonjëherë ne nuk kemi mjaftueshëm kohë që të dalim. Duam të bëjmë ecje, po unë nuk mundem, të Claudia duhet të dali vetëm. Ndoshta unë duhet të shkoj në dyqan, po s'kam kohë se kam detyrat të shtëpisë. Dhe kjo ka qenë si e vështirë për mua. Patjetër, të kuptojmë shumë, ne dim një apo dy gjëra në lidhje me sfidat që vinë duke zgjedhur të bësh shkollimin, duke marrë parasysh se ke përgjegjësi të tjera. Unë dhe Nida kemi pasur të njëjtën eksperiencë gjithashtu, që ka qenë studimi si themi ne me largësi, që e bëjmë si thua në kohë të përshtatshme kur ne kemi mundësi, por është e vështirë, siç edhe ti, po është një sakrificë që ja vlen në fundit, sepse shkollimi të hap shumë mundësi në jetë. Edhe jam shumë i njohur që ti ke zgjedhur këtë, pavarësisht sfidave, ke bërë zgjedhjen e duhur. Edhe ata që e dëgjojnë këtë, shpresoj që ta kenë si thua si inkurajim, që kjo s'do të thotë që s'do të ndjekësh ëndrat apo ambicet e tua, bëje, sepse ne kemi bërë, edhe është një diçka shumë e vlefshme në jetë. Mirë, unë dua të të pyes tani Isaac në lidhje me Shqipërinë, sepse ti ke shërbyer në Shqipëri, ke qenë misionar aty, atë ka marrë malli për Shqipërinë dhe çfarë ndryshime ke patur ndoshta nga Shqipëria dhe Amerika aty ku ti jeton, ka ndonjë ndryshim kolosal dhe cilat janë ato? E para, po më ka marrë malli shumë. Nuk kam vajtur për fat i keq që kur e vizitova Claudin për herë të fundit, po ishte edhe në Greqi, kështu që nuk ishte tamam Shqipëria. Për sa i përket ndryshimeve, mendoj se gjëja më e madhe është që njerëzit në Shqipëri janë më të relaksuar në përgjithësi. Është një gjë që shqiptarët më kanë thënë mua, që Amerikanët vetëm punojnë, derisa ti ki truri. Edhe unë atëherë nuk është që mendova se është i vërtet, po tani që kam jetuar në Amerikë, kam shkuar në Shqipëri, kam jetuar disa vite, dhe tani që jam kthyer, mendoj se kjo është e vërtet, në fakt. Dhe unë do të sugjeroja Amerikanët që ta relaksohen çik, se jeta mund të jetë më e lumtur nëse thjesht qetësoheni. Të mendoj për një ndryshim tjetër. Është një diçka për ujin në Shqipëri. Gjatë gjithë jetës time kam jetuar afër një lumi në Illinois, dhe lumi është gjithmonë në ngjyrë kafe. Po nuk është që lumi është shumë i ndotur, thjesht është kafe, për shkak nuk e di a ka rënë dhe shumë në atë lum. Po pavarësisht uji në Amerikë nuk është ujë, po në Shqipëri nuk ka rëndësi se ku të jetë, edhe të jetë një lume ndotur, uji është blu, është si ngjyra e syrit të kaltër që ndodh në Sarandë. Unë nuk e kuptoj pse natyra në Shqipëri është kaq e bukur, thjesht është. Sa herë kam vizituar shpella, ujvara, gjëra të ndryshme, kam bërë hiking në përmale. Nuk kam parë ndonjëherë pamje aq të bukura në Amerikë sa kam parë në Shqipëri. Thjesht nuk krahasohen fare. Është një mrekulli, natyra, siç e the ti, moti, gjitha këto janë bekim shumë i madh. Po ndoshta nga ushqimi, gatimet, se di që je martuar tani me një shqiptare, kështu që domosdoshmërisht do t'i kesh ato në jetën tënde, po a ka ndonjë ushqim tipik tradicional që të ka marrë malli dhe të ka pëlqyer shumë? Po siç e përmende ti, në shtëpinë tonë ne ham më shumë ushqim shqiptar. Po
është një gjë që nuk I pëlqen Claudius që është paçja e kokës dhe mua më pëlqen. Mendoj se pjesa më e madhe të njerëzve, të paktën të misionarëve që shkojnë në Shqipëri nuk I pëlqen fare, po mua më pëlqen. Dhe asaj nuk I pëlqen dhe prandaj nuk e gatuan. Po është shumë e vështirë të gatuash paçe koke. Ndoshta ata që na dëgjojnë do thotë çfarë është paçe koke. Është pak e çuditshme t'ia shpjegosh, por është shumë tipike patjetër. Nuk e di cila është gatimi preferuar I Enidës, po mund të them timen, se un kam shumë gatime kështu të preferuara shqiptare, po tavën e kosit e kam kështu shumë të preferuar, edhe pse nuk është nga jugu I Shqipërisë, po është një gatim shumë I veçantë, do thoshja. Ndoshta Enida mund të na thotë kush është e saj? Ja, ajo tavakosit është tipike e Elbasanit, edhe ti më ke dhënë një ide shumë mirë çfarë të gatuaj për nesër, se kisha realisht kjo është e çuditshme Xhoni, po un kam shumë gatime të preferuara, nuk ndaj dot një, jam person që më pëlqen të haj shumë gjellra dhe me luk, kështu kam shumë të vështirë ta ndaj. Okej. Gatimet shqiptare janë të gjitha shumë të mira. Edhe dua të përmend që edhe pse ndodhemi në Amerikë, ne për ditën e verës kemi bërë bolo kume. Bravo. Shikon, e feston edhe ditën e verës aty në Amerikë. Është një mrekulli shumë e madhe. Tani do të kalojmë tek ajo tema jone preferuar që unë e Nida mezi po prisnim që të flisnim me ty. Është në fakt me Claudien, e ke përmendur disa herë tani në këtë episod, po duam që të flasim pak që si ndodhi takimi me Claudien, të ke qenë misionar, që ke shërbyer në lagjen e saj, po nuk dua të jap shumë informacione, thjesht na thua me fjalët e tua si ndodhi ajo. Unë isha në Gjirokastër, isha me Elder Camden, I cili është në fakt në lagjen tonë në Amerikë tani. Dhe ne kishim dalë në 18 shtatori që është rruga kryesore në Gjirokastër, të gjithë që janë nga Gjirokastër do e dinin këtë. Dhe ne kishim shkruar në tabel kush është Zoti për ju. Dhe Claudia po kalonte me shoqet e saj se sapo kishte mbaruar shkolla e tyre. Dhe ishte një shoqja e saj që ndaloi dhe tha, kush janë këta njerëz që janë veshur me kostum. Dhe ne I bërëm pyetje dhe Claudia tha, jam muslimane, po ndoshta mund të marr pjesë në kursin tuaj të anglishtës, I tha mirë. Pastaj ne e ndihmuam Claudien një ditë me llogaritje për detyrën e saj të shkollës. Erdhi filloi të vinte edhe me vllajën e saj të vogël, Arlend, në kursin e anglishtës. Edhe ne ndanim çdo ditë një mendim shpirtëror, siç e thoshim atëherë, pas çdo kursi anglishtie. Pas disa javësh, ajo na tha neve, a mund të bëj një pyetje? Dhe ne tham, po tjetër, se ajo gjithmonë kishte qenë qetë më përpara kur ne bënim mendime shpirtërore. Dhe ajo tha, po ju më keni thënë shumë gjëra tani për Ungjillin, po me sa duket unë duhet të pagazohem. A mund të bëj këtë gjë? Dhe shoku im I hapi sytë me habitje të plot, se nuk e priste fare dhe as unë nuk e prisja. Edhe ne tham, po mund të pagazohesh, me patjetër të lutem. Pastaj lëm një datë, edhe në fund të fundit ajo u pagzua në Vlorë, me që ajo donte vask pagzimi, se për ndryshe duhet të pagzoj në lumë, që nuk është mirë, mendoj. Dhe pastaj pas disa muajsh u pagzua dhe vllai I saj, edhe në Vlorë, Arlend. Edhe që atë herë Claudia ka qenë një anëtare shumë e fortë. Ajo është rritur shumë shpejt në besim, që në momentin e parë. Më është dukur që momenti që u pagzua, është sikur
veli që kemi në mendje që na ndalon që të kujtojmë gjëra që kanë ndodhur në botën paratoksore. Më duk në fillim sikur ju hoq asaj, se ajo dinte shumë gjëra me njëherë që unë si kisha mësuar. Që atë herë ajo ka filluar të lexoj librin e Mormonit dhe ka lexuar çdo ditë pa pushim që dita që u pagzua. Po të vazhdoj qik me historinë, pastaj kur u largova nga Gjirokastra, ne ndonjëherë flisnim njëri tjetrit në telefon, se presidenti i misionit më tha mua që mund të flas me ata edhe pse jam misionar. Pastaj kur e mbarova misionin, mendoj pak a shumë një muaj pas mbarimit të misionit, unë shkova në Greqi, se familja e Claudias kishte zhvendosur aty. Edhe unë aty, po kjo është fotoja që e kam propozuar, atë ishte një ditë shumë e bukur në Bregdet. Ajo tha patjetër po, dhe ajo erdhi në Amerikë në nëntor, sepse ne ishte një proces i gjatë në lidhje me gjithë vizën e Amerikës, ndoshta ju e dini se si është kjo gjë. Dhe unë kur e mbarova semestrin e fundit të shkollës, unë erdha në Illinois, se Claudia po rrinte me prindërit e mi në Illinois, edhe u martuam në tempullin e Navus. Po kjo është fotoja jashtë tempullit, dhe që shumë e bukur. Tani jetojmë në Utah, kemi një shtëpi me qera që kemi marrë, dhe jeta është e lumtur shumë. Dukeni shumë të bukur, edhe jeni shumë të bukur. Faleminderit. Po, unë do doja, ti ke folur shumë për Claudian, po do doja ta përshkruaje më thënë diçka që ti e pëlqen dhe e vlerëson shumë te ajo. Ajo ka shumë gjëra sa nuk mund t'i them të gjitha. Ajo është shumë besnike në mënyrë që sillet. Claudia është, mendoj, shumë e lezetshme. Edhe mendoj se ajo Claudia ka një diçka, nuk mund të përcaktoj me fjalë, po sa herë të flas, të bëj muhabet me atë, sa herë të atakoj atë, të bëj muhabet të thellë me atë, unë lumturohem. Edhe ajo ka një aftësi që më bën mua të jemi lumtur, dhe ta di që jam stabilizuar, dhe thjesht jeta ime është më e mirë. Nuk do ishte kaq e mirë, po mos ishte ajo. Kur ti po flisim, po kuptoja, tani po e kuptoj vërtet, më pas ka marrë shumë malli për Claudian që po është larguar. Unë mrekulova me ato fjalët e bukura që ti ke thënë për Claudian, dhe tani si surprizë, unë kam një mesazh të veçantë që kam marrë nga Claudia për gjërat që ajo do thot për ty, që dhe dëgjuesit mund ta dinë. Pra ajo ka thënë që Isaac si misionar ka qenë shumë i matur dhe i qetë në gjithçka që bënte dhe thoshte. Gjithmonë përkujdesej për të tjerët, ishte shumë i përgjegjshëm në thirrjet që merrte, dhe madje disa anëtarë të Gjirokastrës vinin vetëm prej tij në kish. Dhe kur ai u largua, ata fillonin të mos vinin më. Kjo tregon se sa influencë kishte tek njerëzit e tjerë si misionar, gjithmonë shumë i motivuar për të përhapur fjalën e Perëndis. Dhe tani Claudia ka thënë këtë, si bashkëshort mund të them që ai ka ende ato cilësi. Është i kuptueshëm, fal dashuri të pastër, toleron her pas here, di si të fal dhe kërkon falje kur duhet. Është një dishepul shumë i mirë i Jezu Krishtit dhe i respekton të gjithë njerëzit. Gjë që më pëlqen më shumë tek ai është sinqeriteti. Këto janë fjalët e Claudias që unë ndava me ty,
Edhe më bëhet shumë qefi çfarë dashurie të pastër, të fuqishme që ju keni midis njëri tjetrin, edhe ju komplementoj shumë për historinë tuaj, duket si një nga këto historitë fabulat që lexon në libra, në romane, po që është realitet, edhe të përgëzoj shumë për këtë. Okay. Unë doja të pyesja se duke marrë shkas nga dashuria dhe komunikimi i bukur që keni me njëri tjetrin, çfarë ke ti qëllim si bashkëshort, ose çfarë do doje ndoshta që mos bëje, që mund ta kesh parë që burrat gabojnë, ose ndoshta burrat shqiptarë, një gjë që ti ke parë dhe nuk pëlqen dhe ke vendosur që nuk do ta bëj dhe do vazhdoj ta dua ta respektoj bashkëshortën. Çfarë qëllimi ke si bashkëshort? Nuk e di a duhet ta krahasohem me burrat e tjerë, po mendoj se një qëllimi im kryesor është prapë të jem i sinqert dhe kur ti flas asaj që të jep vëmendjen e plot, kjo është një gjë kryesore për mua. Edhe një qëllimi im tjetër është që dua që të sillem në një mënyrë që ajo të më respektoj, jo vetëm se jam burri i saj, po dua që ajo të më respektoj vetëm sepse unë jam aq i mirë, ma kupton? Nëse kjo ka kuptim. Po, faleminderit. Po një qëllim, do doja që të na tregoj pak dhe çfarë roli zën gjillin në familjen tuaj. Më thënë, a keni një rutinë si student, po dhe çift i ri që bënin për të mbajtur gjallë atë besimin që keni pasur? Po, që kur jemi martuar, ne kemi lexuar librin e Mormonit, të paktën një kapitull i shkallnat përpara se të flem. Ne zgjohemi ndonjëherë në orë të ndryshme, kështu që e kemi në darkë. Dhe ne përpiqemi sa më shumë. Në fakt ne nuk kemi fjetur asnjë natë pa lexuar të paktën pak nga libri i Mormonit. Sa do të jetë natë me vonesë, dhe sa do herët ne do zgjohemi ditën tjetër. Kjo na ka ndihmuar shumë që të jemi afër Zotit. Ne dhe sigurojmë që të bëjmë lutje përpara edhe pas çdo sesioni studimi. Edhe ne nuk mungojmë asnjëherë nga kisha, ne jemi çdo të diel. Edhe jemi në të gjitha oraret, përpiqemi edhe të marrim pjesë edhe në aktivitetet e tjera. Por unë jam shumë i zënë, kështu që ajo pjesë në më shumë prej atyre. Edhe ne përpiqemi sa më shumë që të kemi parasysh çfarë do bënte Zoti në këtë rast. Dhe ndonjëherë nëse kemi ndonjë mosmarrëveshje apo zënk, ne përpiqemi të mendojmë çfarë do thoshte Zoti dhe si do vepronte ai. Dhe kjo na ka ndihmuar shumë. Më pëlqen shumë të qëllimet që ju keni, edhe jam e sigurt që nëse do vazhdoni të bëni do jeni shumë bekuar. Faleminderit, është shembull shumë i mirë. Na trego pak për talentet që ti ke. Ty të pëlqen që të qellosh me shigjet, të përdorësh harpun, archery, kam përshtypjen që quhet në anglisht si Robin Hoodi. Pse ky hobja është ka qenë një dëshirë? Po, që kur isha i vogël, unë qëlloja me shigjet. Babai, përpara se mbushën 1 vjeç, më ka ndërtuar prej druri një hark, edhe pse nuk e përdorja dot në atë moshë, edhe sa të mbushja moshën që mund të përdorja harku që shumë i vogël. Pra ishte më shumë për zbukurinë. Po që në moshën 10 apo 11 kam filluar që të qëlloj me hark më shumë dhe me shigjet. Jo për kafsha, po pastaj kur mbusha 15, unë fillova të qëlloja kafshat më shumë drerë.
edhe ne ngjitemi në pemë, pastaj presim gjatë gjithë ditës apo sado që të vinë ndonjë dre dhe pastaj e qellojmë. Po, ajo është edhe e gjithë familja ime në fakt e ka këtë hobi. Vllai im është shumë i mirë. Ai ka qenë, nuk e di si ta them tamam në gjuhën shqipe, po është një competition. Kundërshtar, rival. Po, është një kundërshtar për shigjete me hark që ka një shoqat në Amerikë. Edhe ai ka marrë pjesë në këtë dhe ka marrë vendin e dytë në gjithë Amerikën për këtë gjë. Shumë interesante ky talent. Shpresoj që të vazhdosh ta ushtrosh. Është gjë shumë e bukur që Perëndia na bekon me talente të ndryshme, kështu që të përgëzoj që vazhdon ta bësh këtë gjë. Dërsa jemi drejt fundit, unë doja të pyesja Isaac në lidhje me kishën. Ti e di që ne si kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve ditëve të mëvonshme na veçon fakti që jemi të bekuar me profet e apostull që drejtojnë kishën e tij të rivendosur. Jam interesuar se kush është ose kush ka qenë apostulli apo profeti yt i preferuar dhe mund të na thuash pse? Mendoj se është apostulli Jeffrey R. Holland që më ka frymëzuar më shumë. Nuk është ndonjë rast i caktuar që më ka bërë përshtypje më shumë se ndonjë tjetër, po përpara misionit, bisedat që bënte ai në konferencën e përgjithshme ishin shkak i madh përse vendosa që të shkojnë në mision. Edhe unë sa herë kam një pyetje për një gjë të caktuar, unë shikoj i pari mos ka plaku Jeffrey R. Holland një bisedë për këtë temë. Dhe nëse po, unë ata do e lexoj i pari. Shumë, i ke rënë si thua pikës me këtë, sepse dhe imi i preferuar është Elder Holland, edhe arsye pse e konsideroj si të preferuar, se gjithë apostujt profetë janë të mrekullueshëm, por me dikë mund të rezonosh më shumë edhe me apostullin Elder Holland, ose tani është presidenti Holland. Bisedat e tij më duken që janë shumë vetjak, më shumë personale për mua, sikur më flet mua personalisht. E kam parë këtë gjatë misionit, e kam parë gjatë kur isha si kërkues edhe antar, edhe tani çdo bisedë është sikur më flet. Ndoshta dhe fakti që kur e kam takuar në mision, i kam dhënë dorën edhe kam parë sy për sy, më ka dhënë një përshtypje shumë të veçantë dhe më pëlqen shumë kjo. Nuk e di nëse Nita dëshiron të ndaj të preferuarin saj? Unë kam që them se dhe ai është i preferuar ime. Gjithmonë e kam dashur shumë, po unë them edhe tjetri i preferuar është presidenti Nelson, pa dyshim, është thjesht ta shikosh në sy të është sikur të shkrijnë zemrën, edhe është njëri shumë i mrekullueshëm dhe jam mirënjohëse që është profeti ynë. Po, pa dyshim. Isaac, para se ne të bëjmë pyetjen e fundit, unë gjithashtu do të doja nëse ti mund të na ndash në lidhje me bekimin që ti ke marr, jo thjesht shërbimin e misionit që ti ke bërë, por gjithashtu dhe bekimin që ti takove njeriu tënd të përjetshëm. Tani për gjithë ata që ndoshta pyesin apo duan të dinë për këtë bekimin, a ka qenë kjo diçka që mendon Perëndia e ka projektuar ose ka qenë e destinuar që ti të shkoje në Shqipëri, të shërbeje si misionar dhe për saj gjithashtu të takoje njeriu tënd të jetës që është edhe shoqja jote e përjetshme tani? Po, jam shumë i bindur që kjo nuk ka qenë vetëm një rastësi. Mendoj se çdo njeri është thirrur në vendin ku duhet, veçanërisht për atë njeriu. Dhe mendoj se unë nuk jam përjashtim të kësaj. Mendoj se martesa ime është gjëja që më kam bekuar më shumë se sa ndonjë gjë tjetër. Dhe jo vetëm sepse është njeriu i jetës, dhe jo vetëm sepse është një influencë shumë e mirë për Ungjillin, po edhe sepse mendoj se
Zoti na ka bashkuar në momentin e duar, në momentin e duhur, dhe edhe pse isha në mision, mendoj se ne që nga jeta paratoksore, thjesht mendoj që Zoti ka dashur që ne të jemi bashkë, dhe jam shumë i bindur për këtë gjë. Dhe fakti që unë di këtë gjë, më bën edhe të kem besim më të fortë, po edhe më bën që të jem edhe më shumë konfident që kjo është në fakt personi i jetës, se unë jam një njeri që përgjithsisht nuk bindem kollaj për një gjë. Dhe ky për mua ka qenë një bekim shumë i madh. Pëlqeu shumë përgjigja jote. Ne kemi ardhur në fund tani, unë doja të pyesja pyetjen që ne i bëjmë çdo të ftuar, çfarë do të thotë për ty Isak që ti je një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Mendoj se të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme do të thotë të jesh plotësisht i përkushtuar tek qëllimet e Zotit, por edhe të jesh i matur në të gjitha gjërat. Është kjo gjë që tha Klaudi për mua që isha një misionar i matur si njeri. Dhe ky ka qenë një nga qëllimet e mia të jetës kryesore. Mendoj se një anëtar i kishës së Jezu Krishtit duhet të jetë i matur në mënyrë që të jetë një shembull i mirë për të tjerët. Se prap shembulli jon është shumë ndikues për të tjerët, dhe a do bashkohen apo jo me kishën. Dhe në fund të fundit, nëse ne ftojmë njerëzit të tjerë, dhe nëse ne kemi patur atë ngrohtësi si njeri, mendoj se ne edhe do jemi më të gëzuar, më të lumtur si njerëz, do të jemi më të stabilizuar, dhe do kemi jetë më të paqt, se sa do kishim, mos të kishim ato cilësitë. Isak, shumë faleminderit. Unë të falenderoj që je njeri dhe një dishepull kaq i mirë i Jezu Krishtit, edhe padyshim edhe nga fjalët e Klaudias, po dhe për faktin që ajo të ka zgjedhur si bashkët me saj, jam e bindur që je njeri shumë i mirë. Mendoj që je një djalë me këmbë në tokë edhe me shumë talente të veçanta dhe të rralla, do të thoja. Edhe realisht shqipa jote është shumë e mirë. Të përgëzoj dhe për këtë. Faleminderit. Edhe unë e kam shijuar shumë këtë bisedë, të them të drejtën, kur morëm ftesën nga Klaudia që ka qenë këtu në podcast, isha shumë i befasuar sepse gjëja e parë që thash, a flet ai shqip? Edhe tani që kam dëgjuar, e ke folur në mënyrë perfekte, Isaac, kështu që të komplimentoj, dukesh tamam si shqiptar, të them drejtën, dhe ku përshkruaja fotot e tua si misionar, thash, kishë nga shqiptar fare. Më bëhet shumë qefi. Faleminderit që erdhe këtu në podcastin tonë, na ndave prej historisë tënde, prej besimit tënd, dhe prej ndoshta se sa shumë ti e do Shqipërinë. Nuk po them këtë sepse ke martuar një shqiptare, por po them me gjithë gojën që duket sikur Shqipëria të ka rrëmbyer zemrën, edhe më bëhet shumë qefi për këtë. Edhe vazhdo kështu. Okej. Faleminderit, Isaac. Faleminderit shumë. Okej. Mirë, ne falenderojmë edhe një herë të ftuarin ton, Isaac Snyder, dhe ju miq të dashur që ndoqët këtë episod të numrin 55 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Falenderojmë gjithashtu dhe skuadrën ton për mbështetjen në realizimin e këtij episodi. Nëse ju doni të merrni pjesë, si gjithmonë na dërgoni një mesazh në rrjetet tona sociale, por gjithashtu dhe në emailin ton sheshpodcast24@gmail.com. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe mirë takoheshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.